Ky emision mundësohet nga Përshëndetje Venar, faleminderit. Mirë, faleminderit. Ju, si jeni? Mirë. Djetë e kohë? Edhe faleminderit për kohë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi, deri veçantë. Po, me sa duket jam mysafiri i parë që vozisim me sistemin Safe City, kështu që kujdes. E keni kënaqur me këtë sesi? Po, do e shohim, do e tregoj koha, është më shumë për sigurinë e qytetarëve apo Domethënë diçka e madhe që duhet pasur kujdes në për rrugë. Mendoj se është hipotezë e mirë, ama do ta shohim. edhe unë mendoj ashtu, unë besoj se do i reduktoj aksidentet, është më shumë për sigurinë qytetare. Unë e shoh te vetja, na ka shtuar kujdesin, dhe mendoj se do të jetë një gjë e mirë, pasi që edhe pretendojmë për Evropë, duhet të mësojmë me standardet evropiane. Po, patjetër. Tregon Albi, unë kur të vendosëm në këtë pozitën e re, më habiti fakti se si rrallë herë komunat kanë nën kryetar. Si u mundso kjo? Jo, në aspektin juridik, ka ekzistuar gjithmonë mundësia që njëri nga këshilltarët komunal të emërohet zëvendës kryetari i komunës, i cili do të ketë kompetencat deleguara nga kryetari i komunës në rast të mungesës të tij. Pra, në juridikisht unë jam zëvendës kryetari i komunës në rast mungesë të kryetarit Bilal Kasami. Por në aspektin praktik, jam dorë e gjathë të tij në punët e përditshme të tij. Ju e dini vëllimin e punës kryetarit Bilal Kasami të udhëheqësisë komunës 4 vitet e kaluara, dhe ai ka vlerësuar që ketë një dorë gjathë, të më ketë mua në komunë, dhe këto 2 muaj ka patur një bashkëpunim shkëlqyeshëm dhe mundohen që sa më shumë kërkesat e qytetarëve, kërkesat e tetovarëve ti materializojmë, durim krah ashtu si Bilal Kasami, kryetari i komunës, ashtu edhe unë, sa më shumë shërbim tetovar. Okej, por t'ju shërbej tetovarët një duhet të datin profilin. Domethënë, na trego profilin, unë të njoh si Albi, si i ri, që je aktiv 10 vjet. Pak më shumë. Po, edhe po mbi të gjitha për masën na trego kush është një Albi. Po, unë jam i diplomuar në shkencat politike, aktualisht jam master drejtën kushtetuese dhe administrative. Si i ri, prej moshën shkollore kam qenë i prirur te këto çështje shoqërore, kam qenë aktiv gjithmonë në çështje që kanë të bëjnë me aspektin shoqëror, organizimet kulturore, arsimore. Dhe më vonë u kyça në Lëvizjen Besa, pa jam angazhuar herët në Lëvizjen Besa, ky është themelimin e saj, si një opsion që besoja fuqishëm se është opsioni më i mirë për t'i artikuluar kërkesat e shqiptarëve, kërkesat e rinisë tonë. Kam kaluar gjitha fazat që nga forumi rinor, në dega, besoj e dini edhe ju e dini edhe opinioni, vitet më të mira që unë i kujtoj edhe që më kanë formësuar më shumë se njëri janë ata vitet e opozitarizmit. Ju e dini se gjitha ato aktivitetet opozitare, aksionet guerile që kemi vënë, bile kemi përfundu shumë herë bashkë me shok, bashkë me antarët tjerë të forumit rinor, që kemi bërë aktivitete, kemi përfundu edhe në stacione policore. Okej. Edhe A ishte ftohtë atje po? ajo që më kalon për shtypje aty, po ftohtisht, po padyshim, po ajo që më kalon për shtypje të keqe aty, dhe po e them sot këtu te ju është, e shija me sytë e mi presionin që ju bën te inspektorëve, policëve nga strukturat e atëhershme politike, strukturave paralele të atëhershme politike, për të na bërë dëm neve, për të na ndalë nga aksionet e aktivitetet guerile. Po fatmirësisht nga faktori ndërkombëtar u reagua shpejt dhe ne u liruam. Kështu që kemi vazhduar me një motiv të dyfisht në aktivitetet tona. Ajo që ishte e mira se hapitëm tash se a nuk e kanë menduar strukturat atërshme se sa herë që na merrnin ata në stacionet policore, neve na ushtoheshte motivi, dhe me një faj mënyre i falenderoj se vërtet na kanë motivuar për të vazhduar aktivitetet.
Këtë ta zëllim për opozitarizëm, tash si e keni transferu në pushtet? Po, atë që kemi bërë vazhdimisht në opozit, qytetarët në besuan, në dhanë besimin që du thekim me ta dhe mundohemi që maksimalisht besimin e tyre ta kthejmë në punë, ta kthejmë në vepra dhe besoj kemi dëshmuar në 4 vitet e kaluara në komunë Tetovës, gjitha ata punë që janë bërë për Tetovën, për kundër problemeve të shumta. Ju e dini borxhi i madh që na u trashëgua, për kundër problemeve financiare me bllokimet të xhirologarive, po prap gjetëm mënyra se si të rregullojmë problemet bazë infrastrukturore, problemet bazë të Tetovës. Sot edhe në pushtetin qendror si Vlen, po mundohemi që atë besim që na dhanë qytetarët në zgjedhjet parlamentare ta kthejmë në vepra në punë për qytetarët. Ajo dëshmohet edhe nga zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale qytetarët dëshmohen edhe një herë se Vleni është realiteti i ri i politikës shqiptare Maqedoni, ku na dhanë shumicën e komunave, kështu që po mundohemi maksimalisht që këtë besim, ose më thanë më mirë mos i shgënjejmë qytetarët, do e kemi rastin përsëri në zgjedhje që ata të na vlerësojnë dhe shpresoj se nuk do t'i shgënjejmë. Pozitën tënde në komunë e tregove, shpjegove dhe ligjërisht edhe funksionalisht. Tash pozita jote në Vlen si është? Po atë që mundin që kam dhënë tek Lëvizja 5, po mundohem jo vetëm unë. Okej. Kemi si tjerë, po edhe mi tjerë funksionare, aktivistë të besës, po mundohemi të njëjtin mund, bile edhe më shumë ta japim tashmë në familjen tonë madhe Vlen. Përveç se jam këshilltar i Vlenit Tetovë, që përfaqësoj Vlenin Këshillin Komunal të Tetovës, jam pjesë edhe e Media Qendrës Vlenit dhe Komisionit Kadrovik të Vlenit. Kështu që së bashku po mundohemi që Vleni të jetë opsioni qytetar, opsioni që dëgjon hallet e qytetarëve dhe shpresoj se do t'ja dali. Shpresoj se e dalja juaj është rezultati i mirë edhe për neve si qytetarë në vetë gjitha. Albi, tregom tash je emëru javën e kalume si kryetari i komisionit për ndryshimin e emrave. Kjo ndryshimi e emrave për cilën pjesë është? Për shkollat edhe rrugët, apo veç për rrugët, apo veç për shkollat? Jo, është vetëm për rrugët. Ju e dini se paraprakisht ka pat një komision, një grup punës që është marrë me riemërtimin e rrugëve, ka punuar vitin e kaluar për bërjen paraprakë të Këshillit dhe është punu shumë, ka patur diku te 4 debate publike. Njerë fillimisht si fazë e parë ka qenë Tetovë, ne kemi patur rrugë që nuk kanë qenë fare të identifikuara. Okej, me numra Në fakta. Jo, As me numra. as me numra, nuk e pat fare në kadastër rrugë të regjistruara, nuk kanë ekzistuar fare në aspektin juridik. Faza e parë ka qenë kjo, identifikimi i gjitha rrugëve në Tetovë. Këtë punë ka bërë komisioni paraprak. Pas asaj janë identifikuar të gjithë rrugët që ekzistojnë por nuk kanë emra. Pas asaj janë identifikuar të gjithë rrugët që janë me numra. Pas asaj janë identifikuar rrugët që kanë emrat aktual. Pastaj janë mbledh gjitha propozimet. Ka pat diku mbi 1100 propozime. Dhe tani me përbërjen aktuale të Këshillit formuam në një grup punues të ri, ku unë do të udhëheq me këtë grup punues, me këtë komision. Shpresoj që bashkë me ekipin, me një proces transparent, do të t'ja dalim që rrugët e Tetovës të kenë emra të ri, rrugët e Tetovës mbi gjitha të pasqyrojnë një realitet të Tetovës, se tash besoj e kuptoni këto emërtime aktuale nuk pasqyrojnë asnjë identitet të Tetovës. Këtë që flas për ne për komunitetin shqiptar, kjo vlen edhe për komunitetin Maqedonas. As komuniteti Maqedonas nuk përfaqësohet me emërtimet aktuale. Kemi në Tetovë rrugë të quajtura me emrin Lenin, kemi shkollë të quajtur me emrin Nikola Shtejn, që as pak nuk përfaqësojnë as komunitetin Maqedonas.
Prandaj do të mundohemi bashkë me grupin punues që ky proces të jetë sa më i drejtë, që të përfaqësoj karakterin urban, pasqyroj identitetin, karakterin urban të Tetovës dhe besoj se nuk do të kemi ndonjë pengesë brenda këtij procesi. Vëllon tash e keni nis procesin edhe kur mendohet të kryhet ky proces? Po nuk mund t'ja pa fatkohor, ajo krejt do varet nga dinamika e punës, se besoj e kuptoni ka shumë punë. Propozimet i keni marrë, Po propozimet janë, kam bini meeting propozime, po tash do të shqirtoni një nga do të shqirtohen njerë, do të fillohet me ata rrugë që nuk ishin fare të identifikuara që i kanë identifikuar, do të vazhdohet me rrugët që kanë numra, që nuk kanë emra, po pastaj do të vazhdohet edhe me rrugët që kanë emra, por do të rishohen, po. Brenda këtij mandati do të kryhet si proces. Besoj po. A do ndikoj kjo në prishjen e marrëdhënieve tuaja me VMRO të permanent? Jo, nuk besoj, se e them prapa që potencova më herët. Ky emërtim, ky konstelacion i emrave të rrugëve në Tetovë nuk përfaqëson as komunitetin Maqedonas. Po, Nikola Shteni është në Rumun. Po, nëse gjykojmë parimisht, emrat e tanishëm aktual përfaqëson më shumë një ideologji muniste që shqiptarët përgjithësi kanë një lloj aversioni. Kjo vlen edhe për palën Maqedonës. Okej. Prandaj unë mendoj se edhe tek pala maqedonase ekziston një gatishmëri që emrat aktual të ndryshohen, të vendosen emra të re që do të përfaqësojnë dhe do të pasqyrojnë identitetin, karakterin urban të Tetovës. Këto emra sot nuk përfaqësojnë asgjë. Po ju e kryeni rrugëve, apo pastaj dilni te emrat e shkollës? Po, te shkollat ka një procedurë tjetër, sepse ajo procedurë do të fillojë fillimisht nga vetë institucioni i shkollës, me kërkesën e tij. Po, aty do të bëjë edhe Ministria e Arsimit, por njëherë si prioritet kemi ndryshimin e emrave të rrugëve, emërtimin faktikisht edhe të rrugëve që nuk kanë fare emër. Pastaj do të vijë procesi i numrave nëpër shtëpi, se ne nuk kemi edhe adresa, nuk kemi edhe numra nëpër shtëpinë të Tetovës. Pas asaj do të vazhdoj edhe vendosja e sinjalistikës, tabelave të rrugëve, të emrave të rrugëve, kjo do të pasoj si. Do thonë, ju tash i bani një shërbim në formë shakaje, theme i bani një shërbim postjerëve. Po, padyshim se tash postjerët edhe fati madh që ne si komunitet kemi të lidhur shumë familjarisht edhe kështu në komunitet, dhe mund ta dërgojsh atë postën më lehtë, po me një qytet urban ku nuk njihesh njëri me tjetrin, duhet të ekzistojnë numra, duhet të ekzistojnë tabela që ta kenë më lehtë. Albi, tregon si e sheh komunën në 4 vitet e ardhshme. Ne prej kur dolëm në zgjedhjet e fundit, kur mbaruam për këtë mandatin e ri, se disa të kujtohet, ne patëm një lloj slogani, një lloj programi që t'japim kapitullin e dytë të Tetovës. T'japim hop zhvillimit. Çka na kupton kjo? Mandati i parë kryesisht ishte për ta stabilizuar Tetovën nga gjithë ajo katrahur, ato pasoja që i la regjimi i kaluar, udhëheqësia paraprake, duke fut pak a shumë binar nga borxhet e shumta, nga administrata jo efikase, dhe prioriteti i gjatë mandatit parë ka qenë kjo, do thotë një lloj stabilizimi, një lloj ekuilibrimi i gjitha punëve, që komuna të ecë, administrata të punojë dhe punët futen binar. Mandatin e dytë po japim prioritet zhvillimit. Sot në fakt 4 vitet e ardhshme në Tetovë do të realizohen shumë projekte të mëdha infrastrukturore, ashtu siç kemi premtuar edhe në zgjedhje. Programin e kemi pat platformën shumë ambicioze, kemi shumë projekte që do të realizohen këtë mandat që kanë të bëjnë kryesisht në aspektin sportiv, arsimor. Son Tetovë po ndërtohen 2 shkolla të reja që asnjëherë s'ka ndodhur, 2 shkolla të mesme, Gimnazi 7 Marsi dhe shkolla e mesme tekstile përfundimisht do të bëhen me objekte të reja. Prioritet mbi prioritetet është që këtë mandat pile nga gjysma e mandatit të përfundohet edhe stadiumi Shkëndijës tonë, krenarisë tonë, një stadium me standarde europiane, ku përfundimisht lojrat europiane të Shkëndijës do të luhen tek ai stadium. Sot këtu afër kemi terrenin sportiv që po punohet
intensivisht po ndërtohen 2 pishina të reja, po ndërtohen salla sporti, po ndërtohen shkolla të reja dhe shumë projekte tjera që më nis ti numrojmë nuk na dal emisioni. Venar, po e them këtë pa politik, është e vetmja komune e Tetovës që pas zgjedhjeve kemi asfaltu dhe kemi realizu projekte infrastrukturore më shumë se para zgjedhjeve. Ju e keni pas zgjedhjeve ne kemi rregullu, kemi asfaltu më shumë rrugë se para zgjedhjeve. Për krejt ata që na akuzonin se punët po i bëjmë para zgjedhjeve. Dhe ju e dini se sa rrugë janë asfaltu pas zgjedhjeve lokale, sa projekte janë lishu, sa rrugë janë shumë përdorim. Kështu që puna jonë nuk dalet me një hof më të madh. Tash komunën e kemi më stabilizuar, kemi përkrajen e pushtetit qendror, projektet që financohen nga qeveria, kështu që besojmë se brenda 4 viteve Tetova më vetë do të jetë një qytet me probleme të bazë të rregulluara dhe në prioritet do t'u japim pishinave, tereneve sportive, stadiumit dhe më me një lloj mënyre ta ngrem standardin dhe të flasim për projekte kulturore e kështu me radhë. Një kërkesë për krejt gazetarë, pasi e kom pa se ka kritika për... Ja, për shembull, të ndërpres, më falë është këtu tereni sportiv që po punohet, po shkak e kushteve klimatike janë dalë edhe punimet, këtu do të bëhet e gjithë kjo tereni sportiv. Më falë se Po çfarë lojash për futboll veç apo edhe për loja tjera? Jo, edhe për loja tjera, këtu se ka qenë qendra sportive, këtu do të bëhet një lloj kompleksi sportiv, ti them që do të jetë shërbim të Tetovar. Kërkesa e gazetarëve është që të jeni më transparent, domethënë mbi gjitha kam pa edhe kronika apo edhe komunikime personale me gazetarët e Tetovës, komuna e Tetovës lë për të dëshiruar në transparent. Besoj se ti si më i ri do të jesh më i kapshëm edhe më i gatshëm për këtë. Nuk mund të themi se lë padyshim se gjithkund ka për më mirë, po komuna e Tetovës nuk mund të themi se nuk ka qenë transparente. E dini krahasimin e udhëheqësisë tonë me udhëheqësinë paraprake, derisa te udhëheqësia paraprake nuk e mund me javë të hysh të deportosh, në komunën e Tetovës çdo të premten e fundit muajit ke pat takime me qytetarë. Seancat e këshillit i ke drejt për drejt. Sot kur doash brenda orarit punës bile edhe më gjatë, në komunë ke kryetarin Bilal Kasami, ke ekipin e tij, kështu që besoj se edhe në këtë aspekt jemi të vetëdijshëm dhe po punoj. Jemi në rrugën që ju e qenë në aeroporti. Kjo rruga që thoshin nuk çon askund, tash Po ka, tash mundet janë hapur disa vrima që mund dalësh lirisht në kufi. Është puna e vrimave, tregom se më lejo para se të folim për vrimat, të folim njerë për këtë bulevard, që krejt se besonin këtë bulevard, dhe këtu është shembulli më i mirë se si punojmë ne për qytetarët, gjithsa ata tjerët problemet bazë dhe rrugët aktuale nuk i rregullonin, ne po depërtojmë bulevardet reja. Kjo ka qenë një ëndër e kamoqshme krejt këtyre banorëve. Unë këtu flas pak më shumë me emocion se vetë vi nga Poroja dhe e di çfarë rëndësie ka ky bulevard. E shoh vlerën edhe halal dorën ta jap. Falënderit, po nuk do jemi vetëm me këtë, do vazhdojmë me projekte tjera. Ky bulevard u ka lehtësu banorëve të Porojit, Xhepçishtit, po e gjithë komunës të Arcës një qarkullim shumë më shpejt, u ka shkurtuar rrugën për në qytet, i ka lidh gjithë këto banorë me qytetin, deri pak javë më parë këtu as nuk është menduar se mund të hapet deportohet një bulevard i tillë. Sot ne këtë kemi realitet. Sa i përket problemeve që përmende, vrimave, gropave aty, shkaku i fluksit madh edhe të mërgjimtarëve, ne lëshuam përdorim këtë rrugë, po pranim dorëzimit teknik nuk është bërë ende. Ne mendojmë deri në pranverë, pasi ju e shihni se as trotuarët ende nuk janë përfunduar, deri në pranverë mbyllim gjithë punimet këtu, bashkë me trotuarët. Sa i përket gropave, atje ka qenë një dyndje dheu, sigurt. Po, shkaku i lagështisë, shkaku edhe i më parën kohët e më pashme aty shumë është punu, ka qenë një lloj mini deponie. Edhe këtu u do është e patjetër një herë të shtruhet kështu,
që të shihet parafërsisht, Pas kanë nisë edhe trotuare. po, që për shembull kjo pjesa lart nuk ka ashtu probleme si atje, toka ka qenë e tillë, është punu, është përdor si një lloj deponie dhe ka ndodhur probleme si aktualet, besojmë pranver do shtrohet edhe një shtres dhe ajo nuk do të ketë njëherë për gjithmonë do të rregullohet problemi i matrukëve, nuk do të ketë më probleme. Pranver ne besojmë ta bëjmë edhe planim dorëzim teknik të gjithë këtij bulevardi dhe nuk do të ketë si lloj problemesh. Problemi tjetër që lidhet me këtë është që të gjithë veturat, të gjithë kësaj ane burojnë, domethënë dalin tek rrethi Verës. A keni bërë zgjidhje, a keni menduar zgjidhje pasi nëse është dashur të bëhet një zgjidhje problemi tash është krijuar një tjetër. Ajo është vërtet një problem që ne po mendojmë dhe po analizojmë çdo ditë se si ta gjejmë zgjidhjen dhe t'u lehtësojmë qytetarëve që mos bëhet ajo kolon që bëhet aty tek rreth rrotullimit Monopolit. të Vero. Nuk kemi ende një lloj zgjidhje definitive se si do bëhet, po mendojmë që ndoshta të lidhim direkt me autostradën nëpërmjet stacionit të autobusëve që njihet. Po këtë lloj kolone do e zhvendos apo do e lehtësoj edhe përfundimi i projektit që lidh autostradën me fshatin Gjepçisht dhe fshatin e Prete ura e Trebush. Po, tash jemi në komunikim edhe me ndërmarrjen rrugët e Maqedonisë, nuk mund të jap një përgjigje konkrete se çfarë konkretisht do të bëjmë, por atë që mund ta them, mund t'u garantoj se po punohet të gjehet një zgjidhje më e lehtë që ai kaos që krijohet tek ai rrotullim të hiqet dhe të gjehet një zgjidhje më e lehtë që të dalim direkt në autostradë dhe mos krijohet ai kaos që krijohet aty. Në formë shakaje, tash kur do t'i vendosni këto pikë pagesat për komunën e Arcës. Jo, nuk vendosim pikë pagesa, po tash edhe në komunën e Arcës ka një udhëheqësi që do të punojë për qytetarët, kështu që ta shohim, do të garantoj se cili do të punojë më shumë mos ta vënë ato pikë pagesa. Për në Kosovë të tjerë. E që në zhidhen nga blacat. Albi, të regom një kapim që ke bo në komunikacion që jetë në edhe nuk e ban më pasi je eduku. Se qëllimi i emisionit tonë është edhe edukimi i njerëzve që të vozisin si duhet. Shumë me drejt, unë du të bëj edhe si apel të këtë gjithë që në ndjekin, që telefoni është problemi më i madh i vozitjes dhe unë atë kam pasur si problem deri me një moment kur edhe jam dënu, po edhe kam pasur një lloj aksidenti, kështu që prej asaj dite unë nuk përdori telefon dhe apeloj deri tek gjithë shikuesit që sa më pak të përdorin telefonin gjatë vozitjes. Sot teknologjia na mundson që edhe telefoni të përdoret pa prekje fizike. Mund të bisedosh në telefon edhe pa prekje fizike, kështu që kjo është një ndër gabimet që kam bërë në komunikacion edhe jam dënu, po fatkeqësisht kam qenë edhe viktimë e aksidenti. Shpresoj se nuk ndodh më edhe kem informacion. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe nga ju, faleminderit. Ky emision mundësohet nga